Tensionet brenda Partisë Demokratike janë thedhuar më tej pasi ish-deputeti Ervin Saliani ka reaguar publikisht ndaj deklaratave të liderit të saj Sali Berisha lidhur me kriteret për kandidatët në garën për drejtimin e partisë. Reagimi i Salianit vjen pasi Berisha u shpreh se nuk mund të pranohen kandidat që sipas tij ka lidhje me kryeministrin Edi Rama. Në përgjigjen e tij, Saliani përdori një gjuhë drejt për drejt dhe akuza të forta duke pretenduar se vetë Berisha ka përfituar nga marrëdhëniet me qeverinë dhe ka bashkëpunuar me të për interesa personale. Ai e vënë në kontrast pozicionin e tij duke theksuar se ka përballuar pasoja ligjore, ndërsa sipas tij Berisha ka përfituar ekonomikisht nga sistemi aktual. Në vijim ish-deputeti shtron akuza edhe për lidhjet e supozuara të Berishës me figura të rëndësishme të qeverisë, duke përmendur përfitime në tendera, leje dhe projekte të ndryshme. Me ballukun ti Sali merr leje, licenca e tendera, por unë zhurmoj, o zoti fosil, ballukun dhe Agasi nuk i bashkoi dot Rama, jo unë. I vetmi që i ki bashkuar në një formë e tij, se paguheshe nga të dy, edhe nga Agasi edhe nga balluku. Prandaj nuk i nxjerr dot dosjet e të dyve. Publikoi të plota frikacak, ti Sali për lekshet dhe shpirtin, nuk të mjaftojnë koncesionet, lejet, kullat, tenderat, minjerat, hidrocentralet, parqet, bregdeti dhe malet që po i shyen bashkë me Ramon dhe për të përfituar këto nuk e asnjë merak të legenosesh. Ai e fajson Berishën për lidhje me Ramon dhe për pengimin e tij në kandidim. Unë nuk ja fal as Ramos dhe as ty. Një vit heqje lirie, as heqjen e mandatit dhe as ndalimin e kandidimit. Njësoj si Rama dhe ti, ai më ndaloi kandidimin për deputet, ti për kryetar. Në përfundim të reagimit, ai paralajmëron se përballja politike do të vazhdojë, edhe se sipas tij, si Berisha ashtu edhe kryeministri Rama do të mbajnë përgjegjësi politike për situatën aktuale.